njëjtin pasion dhe vendosshmëri, të cilën do e kuptojmë përmes materialit të cilin e ka përgatitur gazetari jon Erin Xhushi. Elta Zeqiri, një nga sportistët më premtuese të taekwondos në Kosovë, një disiplinë që kërkon forcë, përqendrim dhe një përkushtim të jashtëzakonshëm. Që në hapat e saj të parë në këtë sport, ajo tregoi një talent të veçantë dhe një dëshirë të madhe për të arritur majat. Elta mori pjesë në gara kombëtare dhe ndërkombëtare, duke u përballuar me kundërshtar të fortë dhe duke fituar përvojë të vlefshme. Për vite me radhë, taekwondo nuk ishte thjesht një sport për të, por një mënyrë jetese. Trajnimet e përditshme, sfidat e vështira dhe konkurrenca e lartë i mësuan Eltës disiplinë, këmbëngulje dhe aftësinë për të mos u dorëzuar lehtë. Qysh ka fillu rruga jote për në sportin e taekwondos dhe çfarë ju ka tërheq më shumë në këtë sport? Fillimisht veç kom shku me babën, se ka ushtru ma herët, edhe nuk është e maj shumë në men, po veç ja ka fillu të e provu, edhe mandej, kom provu edhe sportet tjera para prakisht, po veç s'm kam pëlqy, edhe mandej taekwondo më ka pëlqy. E qa u kona e që t'ka tërheq më shumë në taekwondo? U kom pak ma ndryshe se tjerat, nuk është që jem konë shumë familiarizume me taekwondon, u konë një sport që së që u konë shumë i njoftë në Kosovë, edhe mandej veç më ka dok pak ma interesant, u konë pak ma sfidus se tjerat që më konë para prakisht, edhe që ajo konë arsyeja pse ne kom vazhdu. Ju keni qenë edhe kampione, kombëtare dhe ndërkombëtare në gara të taekwondos, cili ka qenë momenti që e manë men më shumë, të momenti më i madh gjatë karrierës tonë si sportiste në taekwondo? Se di, krejt janë të rëndësishëm, krejt janë të veçantë në mënyrën e vetë, u konë, në ashta më me thonë kër e kom përfaqësu Kosovën, se në shumicën e rasteve u konë me përfaqësu veç klubën, amo kër e kom përfaqësu Kosovën u konë një ndjenjë ma madhe, ke pas një si lloj përgjithësie, si siklet, se u konë pak ma sfiduse, amo u konë edhe që e ke majtë ma shumë në men. E prej cilave vite ke ushtru taekwondon, sa vite? Unë ja kom nisë në 2012, gati 13 vjetë jam bo, që unë e kom fillu taekwondon, edhe i kom pas dikon rreth 8 vjetë. Pra 13 vite karrierë në sport, sa fitore dhe sa herë një shpall kampione gjatë këtyre viteve? Kampione e Kosovës që më shpall 12 herë, bashkë me vitin e kalum, edhe besoj që edhe këtë vit ka me pas, gara për në kampionat Kosovës, kështu që për jashtë shtetit, nuk e di sakt, për rreth dikon 60-70 medalje e kam. Cila ka qenë pjesa ma sfiduse që e ke pas gjatë rrugtimit tënd në këtë sport? Përveç lëndimeve që janë konë sfiduse, për mu diçka ma sfiduse u konë kur unë e kom fillu me leon karrierën e taekwondos për shkak se nuk ka pas motiv, kërkush nuk të ka shty, përveç prindve tu që ti kam pagu gara, ti kam pagu krejt sanet që u dasht, shteti absolut nuk ka bo kur gjo, gjithashtu as klubi s'ka pas mbështetje në atë kohë, që tash ka pak ma shumë mbështetje, edhe veç u dasht gjithë shka vetë me bo, s'ka pas kërkush që me të shty përveç familjes. Pro kjo është një prej motiveve që e ke lanë sportin e taekwondos anash tash? U konë një prej, po ka pas edhe shumë faktor tjerë që janë konë trajnerat që nuk të kanë ndihmu as pak, kanë këshyrë veç për fitime financiare, që menoj edhe që hala është, kur qelin klub nuk e shohin si diçka që më nërmi unimu sportistave me arritë i dikon, është gjithë ajo pjesa që okej, unë jam të e qelë një klub për me pas pare për jetën e tëne. Edhe besoj që kjo konë arsyeja ma madhe që edhe është hala problem, jo veç në federat tonë, për në gjdo federat, edhe në gjdo klub që veç e këshyrin si biznes, ama nuk e këshyrin për një me qitë një sportist dhe redikon. Edhe menoj që kjo është problemi ma e madhë që çdo sportist nuk është të mujtë me arrit që është të dasht, se normal që nuk mënesh me shku në përgara ku e përfaqëson Kosovën me pare të familjes, ose se ka kosto shumë të madhe që shpenzohen, kështu që kjo ku një ndër. Unë që kom marë të mira prej qëti sporti, u konë që ta mëson durimin,
edhe ta mëson kur me reagu edhe kur jo. Faktikisht mëson qysh me pas vetë kontrolën. Me koni kontrollum në emocione, me koni kontrollum në veprimet që ati i bën. Edhe mënoj që shiko konë mas shumë të që akon fitu për taekwondos. Çka do me pa me ndryshu në sportin e taekwondos në Kosovë që mos me pas fatin e njëjtë si me hup motivin si rastit? Do të me undru çdo san në federat, çdo njeri që është aty në federat, se thjesht janë me mentalitet kalum, edhe nuk e kuptojnë çka është vlera e asaj, edhe une e kom lënë për çeto momente taekwondon, edhe kom vazhdu me shkollën, kom vazhdu me punën, për me arrit deri dikon që une me pas financat e mia, mos mu edhe mandej me qelë një klub, edhe me ju ndihmu sportistave që e kanë talentin, edhe mos me pas që të fatin që e kena pas krejt na. Se si jam veç one vetë mja, ka pas shumë edhe talenta tjerë që janë dëshpruar edhe tash dalin jashtë shtetit punojnë. Kështu që unë mendoj që mas pari duhet secili me pas një rrugë tjetër, një profesion tjetër që janë stabilizu me jetën e mandej me qelë klub edhe me u kyç në për federata në për këto. E jo me i hargju parët e shtetit për interesat e të në privat edhe mja u marë sportistave. Disiplina, këmbëngulja dhe aftësitë që ajo i mori nga sporti taekwondos, këto vlera e shoqëruan atë edhe në rrugën e re që ka zgjedhur. Pas viteve në ring, duke sfiduar vetën dhe kundërshtarët, Elda vendosi të ndjekë një tjetër pasion, regjinë e filmit. Tani ajo studion këtë fushë në universitet, duke shfrytëzuar disiplinën dhe përkushtimin e saj për të shprehur veten përmes filmit. Ashtu si në sport, edhe në regji duhen durim, kreativitet dhe aftësi për të përballuar sfida. Nga preciziteti në goditjet e taekwondos, te kujdesi për detajt në një skenë filmi, Elda po ndërton rrugën e saj në një botë e re, por me të njëjtin pasion dhe vendosmëri. Çka ju tërhoqi më shumë të drejt regjisë dhe si ndodhi ky tranzicion prej sportit në art? Fillimisht, unë kom nisë një tjetër të fakultet, që konë shkenca kompjuterike dhe inxhinieri, edhe mandej gjatë fakultetit kom hi edhe me punu në manifest, edhe gjatë qasaj kohë në manifest e pash që okej, po më përshtatet kogja shumë, po më pëlqejnë njerëz, po më pëlqen me bo qëtë punë. Po përveç asaj gjithë kom dash edhe për fillimit, po veç nuk e kom ditë që në Kosovë më rëtë me pas regjit filmit. Edhe masi që e kom taku një qik në manifest, që tash është edhe ajo show që jeme, e kom pa që ajo është tu e studiu që ata. Edhe kom thonë okej, edhe unë e përdu të për shumë e bo që atë sen. Edhe ma ndej kom shku, edhe tash aktualisht i kom 2 fakultete, amo regjin e du të për shumë, edhe tjetër në fakultet. Gjithashtu e du të për shumë, amo është pak ma shumë për ka puna financiare që me ndihmu edhe me bo filma. Pra, kalove prej ringut, po themi, të taekwondos, dole në set të filmave. Çka e dallon këto ose çka kanë ngjashmëri me sinë tjetrës këto dyja? Ngjashmëri, mendoj që janë kogja ngjashme për një fakt që në dyat ki shumë përgjegjësi. Në dyat e ki përgjegjësim për sanin që te jetu e bo. Në taekwondon, kur je hi, te ke pas në dorë, a dënë me fitu, ajo, sa mundohesh për qatë fitore. Gjithashtu edhe për në regji, është që në set, te ki përgjithsin matë madhe. Te e bën ato, ka me dojtë filmi qashtu që ti pëdën, ose jo, më varët sa ti mundohesh. Ska film të keq, po ka njëherë jo që të shkojnë këtë sene qashtu që shdojnë po gjithë do të mundu edhe besoj që kjo është e njëjta. Çfarë lloj historish, pra çfarë lloj temash juve ju pëlqejnë më shumë ti që keni qef me i trajtu për me kriju një film, pra janë përvoja tua personale, a janë diçka që e sheh, edhe që ki qef me bo film për ta? Hala nuk jam përcaktu çfarë lloj temash bashkë kam qef. Hala jam vit dytë edhe jam të provu çdo lloj filmi që e kom bo deri u konë ndryshe prej tjetrës, do janë kom përvojat mia, do jo.
Kështu që hala jam në truk që hala se kom gjetë vetën që bashkë çka du. Amo çdo lloj teme më pëlqen, po jo krejt më flajnë. Ashtu që unë mi bo si regji. Kështu që hala nuk e di sakt cilën du ose çfarë lloj zhanri ose çka do që ka për film. Mundesh me fol pak për njërin prej krijimeve tua që e ki qef më së shumte? Dy filmat e parë kam pas rregulla që s'kena guxuar me bo shumë që shkena dash na, për shkak se janë të rregullat të fakultetit. Filmi i tretë për mua është më i mirë, edhe është shumë më i veçantë se tjerë, ku mujt me bo bashkë që unë e du, edhe besoj që kjo është ma shumë të që e du, tash edhe tjetrin e kom next me bo për semestrin e 4 edhe ta shohim. Si shkon procesi i krijimit të një filmi, prej fillimit deri në përfundim? Mas parish fillojna prej ides, qa po dojna me trajtu, qa po dojna me bo, edhe ma ndej shkon tu u zhvillu qaj ide, deri të skenari, edhe ma ndej deri të grupe, edhe deri në set. Çfarë mendon se i mungon kinematografisë në Kosovë? Si studente e këtij zhanri, çfarë kishe dashur me ndryshu në këtë lëmi? Unë mendoj që kinematografia shqiptare është shumë e mirë, veç mendoj që i mungon pak diversiteti temave, me kohë pak më të lirë, krijues që çka do që janë, si për film, si për piktura, çka do që bojnë, veç me kohë pak më të lirë, edhe me pas pak ma tema të ndryshme, se jena mësu me pa veç për luftën, edhe kur gjo tjetër. E di që është shumë e ndishme që ajo temë, po besoj që më bo filma edhe tjerë, me pas tema pak ma gjeneratës tonë, që shnijëm edhe na, që nuk e kena përjetu luftën, që ajo mendoj që i mungon. Cila është ëndra jote për të ardhmen? Kam shumë ëndra, nëse folim për ka regjia, normal kam qef me bo shumë filma në të ardhmen, edhe mos me met veç me një film 2, kisha dash me punu të kohën me filma. Nëse folim për ka taekwondo, kisha dash me pas një klub tamen, edhe mi shty sportistat sa ma përpara që mëj, edhe mi pështu me një mënyrë, prej që ato në që nga ka ndodh neve ma herët, edhe me bo sportistat që kena dash edhe Majlindën, edhe shumë sportistat tjerë që kanë mbri, kështu që besoj që kena talenta edhe për në taekwondo me mbri. Veç vynë punë, vynë motiv, vynë për kushtem, edhe gjithashtu vynë me na ndihmu pak shtetin.